Ama çka është më rëndësi për të folur në këtë moment dhe për ta problematizuar është fakti që një shtet ligjor dhe që ka institucione nuk mund të funksionojë me vullnetin dhe dëshirat personale të një ministre apo kryeministrit apo kushdo qoftë funksionari publik. Ka një bazë ligjore që rregullon, sepse me këtë veprimtari, nëse ne normalizojmë këtë, ata mundet që në këtë moment të konfiskojnë çdo sen tonin personal. Pra edhe në qoftë ju mbushet mendja që telefoni është rrezik për qytetarët, mund ta konfiskojnë sepse ne nuk lëvizim me fatura. Është çmenduri të kërkosh të lëvizësh me fatura për telefonin, për çelësat, për rrobat që ke veshur është absolutisht absurditet shumë. Pra, që të ndalemi dhe t'i kapim të gjitha parregullësitë e kësaj që po ndodh me radhë që edhe qytetarët të cilët nuk janë përdorues të skuterit dhe mund edhe që ta kenë shqetësim përdorimin e skuterit nga të tjerët në rrugë, edhe me të drejtë madje, ta kenë të qartë se çfarë po ndodh. Së pari nuk ka urdhër. Pra s'ka urdhër fare. Thjesht ministria ka dalë ka bërë një video në Facebook, video të cilën mund ta bëj dhe unë me telefon tani të bëj një video. Pra, urdhër administrativ nuk ekziston. Urdhri administrativ nuk ekziston. Nëse do ekzistonte, duhet ishte publikuar në fletoren zyrtare, duhet ishte bërë informimi qytetarëve në mënyrë që ata të gjenin mjete alternative për të lëvizur, për të shkuar në punë apo për vazhduar përditshmërinë. Për aq kohë sa nuk ka një urdhër administrativ, shkelja e parë ligjore është fakti që nuk mundet që një urdhër që duhet ekzekutohet nga institucionet nuk mund të merret nga rrjetet sociale të asnjë funksionari publik. Duhet të publikohet në të gjitha kanalet e institucionit, të publikohet në fletoren zyrtare, aty ku qytetarët duhet të informohen. Në këtë moment, pra nesër mund të dalë një urdhër tjetër nga, për shembull, dhe çfarë është më problematike është që ti këtë urdhër nuk e kundërshton dot në gjykat. Sepse nuk ekziston një urdhër. Nuk ke çat kundërshtosh kur nuk ekziston gjë për të kundërshtuar. Nuk ekziston një urdhër i tillë. Pastaj konfiskimi po bëhet me një bazë ligjore të VKM-s të vitit 2000. Ndërkohë që jemi duke folur për një problem që na ka lindur nga viti 2020. E mëtej, në vitin 2000 skuterat elektrik në Shqipëri nuk ekzistonin. Pra si mund të bësh ti rregullimin e një problemi që të nis më vonë me një ligj i cili nuk parashikonte fare ekzistencën e këtyre mjeteve. E kuptoj. Nga ana tjetër, duhet kuptuar edhe diçka tjetër, edhe për të gjithë ata qytetarë, unë thash vetë edhe si përdorues të skuterit, shpeshherë jam rrezikuar nga fëmijë të vegjël, nga të mitur, nga adoleshentë që përdorin skuterat. Së pari, këtu ka, domethënë unë nuk mund ta besoj që ka një vullnet institucionesh për ta rregulluar këtë problem. Pse e them këtë? E them sepse ne kemi pasur disa aksione për sigurinë në përdorim të këtyre skuterave. Kemi pasur një aksion i cili synonte që të pajisë me kokore mbrojtëse të gjithë përdoruesit e skuterave, i cili ka zgjatur 2-3 ditë. Nuk është marrë asnjë masë administrative, nuk është marrë seriozisht ky problem dhe për 4-5 vite ne e lëm problemin dhe fenomenin që të shkaktohet në masë kaq të madhe, saqë duhet të ndalojmë pastaj përdorimin fare të skuterave, ndërkohë që në 4-5 vjet nuk ka ekzistuar Ministria e Brendshme, nuk kemi pasur ministër transporti. Kemi pasur, atëherë çfarë ka bërë kjo ministri për këto 4-5 vjet për parandalimin e këtyre rasteve? Nga ana tjetër, ne kemi një tender të Bashkisë Tiranë, e cila u trumbetua me të madhe për blerjen e skuterave elektrik me qëllim mobilitetin, transportin e njerëzve, duke qenë se trafiku është i rënduar, duke qenë se transporti publik është totalisht jo eficient. Dhe ne kemi 500 skutera të blerë me taksat e toksat tona publike. Tani kush është zgjidhja që i jep urdhri në Facebook i kësaj ministrie, 500 skuterave elektrik të blerë me taksat tona, të cilët me këtë logjik duhet konfiskohen. Pra deri në këtë moment institucionet kanë qenë totalisht inekzistente për të adresuar këtë problem. Dhe bizneset të cilat dëmtohen, bizneset të cilat i kanë magazinat me skutera për t'i shitur, dëmtohen. Pra është dhe ana tjetër e medaljes këtu. Pastaj, absolutisht për bizneset të cilat punojnë me riparimin e tyre, me rishitjen, shitjen nga e para
e të tjerë, ky urdhër i ministres, i cili është publikuar të dielën në Facebookun e ministres dhe ka hyrë në fuqi të hënën dhe është zbatuar nga drejtoria e policisë, i falimenton ata në mënyrë direkte, sepse ata nuk mund të presin 30 ditë që të paguajnë punonjësit, që të paguajnë qiranë, që të paguajnë energjinë elektrike, të paguajnë tatimet. Pra ne nuk kemi asnjë projekt masash që ne ta rregullojmë këtë problematikë. Nga ana tjetër, unë dua të diskutoj edhe një argument që e kemi marrë, që Ministria e Brendshme vepron me prioritete. Dhe sipas tyre, ajo dhe përgjigja që kemi marrë sot tek policia e transportit rrugor ka qenë që ky është prioritet dhe emergjencë kombëtare. Ndërkohë që ne kemi protestuar, ka disa vite që protestojmë për pasiguri në rrugë, prej makinave që ne nuk pa dim pronarët, që janë ato që janë drejtohen nga të mitur, drejtohen nga mosha shumë të reja, që lëvizin me tesh shpejtësisë lejuar në qytet. Kemi protestuar për qytetet pasigurta ku ndodhin atentate çdo muaj. Pra si mund të jetë prioriteti një ministre të re të brendshme, ndërkohë që këtu çdo ditë ne flasim për se si është kriminalizuar gjithë shoqëria, se si Pra halli më i madh që nga skuteri, e kuptoj. Dhe problemi më i madh në këtë moment është skuteri, ndërkohë që është për të ardhur keq që ne sot pami aksident që ka ndodhur tek Universiteti Evropian i Tiranës, ku është përplasur një motor dhe një biçikletë. Tani me argumentin që edhe këto përbëjnë rrezik. Duhet të ndalojmë edhe biçikletat. Do ndalojmë dhe biçikletat, do ndalojmë dhe motorët, po së do lëvizin njerëzit. Unë dua që regjia të më shfaq në ekran në splitter, nëse mundet, proces verbalin e policisë pra të sekuestrimit të monopatinës, për të diskutuar në fakt dhe mënyrën pra bazën ku po sekuestrohen këto, siç mund ta shohësh edhe ti, pra është ndaluar një person tek rruga e Dibrës dhe është ndaluar me arsyetimin që dhe ishte sekuestruar pra me arsyetimin që me atë pikën e dytë aty që drejtuesi i mjetit nuk mund të provojë pronësinë